Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit Zëri Lir, jemi me ju sot e mërkurë datën 24/12 2025. Pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të ju mirëpresum në bashkëpunim të emisionit të natës, ku mund të bëheni pjesë e telefonatave si çdo herë në numrin tim të pandryshuar, të Viberit në +383 48 1509 70. Faleminderit shumë si çdo herë që jeni bashkë me ne. Para se të filloj përshëndetjet edhe të ju falenderoj që jeni bashkë me ne. Në emrin tim, familjes time dhe stafit të Radio Zëri Lir, të gjithë shqiptarëve të besimit katolik, i uroj na Krishtlindjet, paqja, lumturia, harmonia qoftë çdo herë mbi familjet e tyre. Pra, të nderuar dëgjues, sot është edhe 2 vjetori që kemi fillu me programet drejt për drejt tek Radio Zëri Lir. Pra është një program festiv, një program argëtues, një program që me të vërtet ja vlen të paktën të bëni nga një shpërtarje. Nuk po lypëm asgjë më shumë, s'kemi lyp asnjëherë nga një shpërndarje, disa llojka edhe kështu që bëhet ball. Faleminderit prej të gjithëve emër për emër, se gjatë gjithë këtyre 2 viteve ishit bashkë me mua. Bashkë me mua Lule Shabani në pronaren dhe moderatoren e juaj që asnjëherë nuk kurseva asgjë për ju. Mrena mundësive jam mundu që këto vite të jem sa më afër me ju. Unë në emrin tim personal, si drejtoresh, po edhe si moderatore, unë ju kërkoj falje për ndonjë gabim që ndoshta unë kam bërë gjatë këtyre 2 viteve, gjatë moderimit tim. Por një falenderimi veçantë shkon për gjithë ju të nderuar dëgjues të Radio Zëri Lir që ishit besnik gjatë 2 viteve bashkë me mua dhe stafin tim. Respekt pafund, Zoti ju rujt dhe ju bekoft kudo që jeni, kudo që jetoni dhe punoni. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft me familjet e juaja. A ka më kënaqësi të jemi 2 vite bashkë me ju. A ka më kënaqësi për mu si pronare dhe moderatore e juaja t'i bashkoj shqiptarët anë mban rruzillit toksor. E vetmja radio që asnjëherë nuk ka bë përçarje as për politik, as për fe. Çdo herë do t'jeni të bashkuar ku tjetër vetëm të shtëpia madhe e Radio Zëri Lir. Faleminderit shumë. Nuk po zgjas më shumë, fjalën do t'ja jap ju. Numri është i hapur në +383 48 1509 70. Mund të na telefononi, të i thoni brenkat dhe shqetësimet e juaja për mu si pronare dhe moderatore Radio Zëri Lir gjatë këtyre 2 viteve. Pse jo, vrejtje, sugjerime, çfarë ju të dëshironi. Unë ju mirëpres, edhe një herë përsëris numri do t'jetë i hapur pas pak +383 48 1509 70. Faleminderit shumë, respekt për të gjithë, pra edhe një herë ju tham, shpërndani sa më shumë faqen tonë të Facebookit që t'ju dhëm hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të jem bashkë me ne. Respekt dhe faleminderit shumë për mirëkuptim. Do t'i përshëndes dëgjuesit që janë duke na shkruar, por çdo herë përshëndes edhe ata që nuk na shkruajnë, por na dëgjojnë dhe shiqojnë dhe janë bashkë me ne. Janë të shumë që na shiqojnë dhe dëgjojnë edhe pse nuk shkruajnë. Respekt për të gjithë, mjafton të jeni bashkë me ne, të na dëgjoni dhe të na shiqoni. E përshëndesëm Bastri Dobrën, po ashtu Aurora është bashkë me ne ku edhe na shkruan mesazhin e parë për sonte. Përshëndetje e Lule Shabani Zemruz, respekt ka lë bukur me gjithë dëgjuesit e RTV Zëri Lir. Faleminderit e dashur Aurora, edhe unë të përshëndes familjarisht. Dhe të uroj mbrëmje të bukur e argëtim të mirë, duke të falenderuar nga zemra që qatë 2 viteve je dëgjuese e pandarshme e Radio Zëri Lir. Respekt për ty e dashur. Faleminderit shumë. Na shkruan Arta Morina, mirëmbrëma Lule Shabani, respekt pafund zemër.
Një falenderim i veçantë shkon për Arta Morinën, apo Hava Aliçken, dhe shlirimtarin tonë nga Deçani Gjevdet Aliçkaj, që gjatë këtyre 2 viteve kanë qenë dëgjues tonë të pandarshëm. Kisha nderin dhe kënaqësinë t'i takoj edhe personalisht familjen Aliçkaj këtë verë që po e lam pas, ku me të vërtetë do t'jenë disa momente të paharrume që i kam takuar këta njerëz. Zoti i rujt dhe i bekoft me familjet e tyre. Paqen, shëndetin dhe harmonin gjithmonë këtë çift i mrekullueshëm. Respekt pafund. Respekt pafund. Elida Vebi Doci Batuci, mirë mbrëma. Elida, mirë mbrëma, mirë se erdhe dashur, respekt pafund. Falenderimi i veçantë dhe i përzemër nga unë, familja ime dhe stafi im shkon për dëgjuesin tonë më aktiv në telefonata Wilson Prenën. Ku na përshëndet Wilsoni si çdo herë, Lule Shabani, përshëndetje, respekt për ju dhe dëgjuesit e respektuar. Ju përshëndes nga Zvicra e bukur. Faleminderit shumë i nderuari Wilson Prena. Të përshëndesim familjarisht, të falenderoj nga zemra. Respekt për ty dhe familjen tënde, të kalosh sa ma bukur atje në Zvicër, edhe njëherë në emrin tim, familjes time, ju uroj Krishtlindjet, paqja, lumturia, harmonia, shëndeti qoftë gjithmonë mbi familjen e tuaj. Wilson, nuk kam fjalë të foli për ty, mas shkurt po tham nuk o mund të respekt nga zemra, për kontributin që jep për dëgjuesit e Radio Zerit e Lirë, dhe respekt çdo herë. Vazhdoj t'i përshëndes dëgjuesit që janë duke na ndjekur, por edhe kanë shkruaj. Bardhi, përshëndetje i nderuar, mirë se na erdhe, respekt pafund. Lule Shabani, faleminderit shumë, paq urime e gëzime çdo herë në familje. Inshallah ja kthej me gëzime djemve tu, Zoti ju bekoft familjarisht. Wilson, respekt, ndere, kënaqësi, që të kam edhe vendas, të kam edhe mik shtëpie, po edhe je një kontribun dhënës i Radio Zerit Lirë. Respekt pafund. Ibrahim Botulli, përshëndetje nderuar, mirë se na erdhe, respekt pafund. Një përshëndetje dhe një falenderim shkon edhe për dëgjuesin ton Enver Ademi, ku po na përshëndet të gjithëve, respekt nderuari Enver Ademi. Kemi përshëndetjen edhe nga shlirimtari jonë Gjevdet Aliçkaj, si çdo herë ku e falenderova, po edhe një herë e falenderoj nga zemra dhe shpirti Gjevdet Aliçken, shlirimtarin tonë nga Deçani heroik. Gjevd, pas shëndet, lumturi dhe harmoni në familjen tuaj çdo herë, respekt pafund. Na shkruan Recep Mesaiti, përshëndetje juve rrytëvizër i lirë, ty Lule Shabani, stafin dhe dëgjues kudo që janë, gëzuar Krishtlindjet, dëgjuesve tanë të fesë katolike, faleminderit e Bace Recep, gjithashtu një mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju, faleminderit, shumë respekt. Përshëndetja radhës na vjen nga vendasi dhe administratori i Radio Zerit e Lirë, Avni Qerimi, ku para se të lexoj komentin e Avnis, e falenderoj nga zemra, respekt për vendasin dhe administratorin ton. Faleminderit Avni për kontributin tuaj që ke dhënë gjatë këtyre 2 viteve për dëgjuesit tanë dhe për ne si staf. Respekt pafund, Zoti rujtet bekoft me familje. Në përshëndet pikërisht administratori Radio Zerit e Lirë, Avni Qerimi. Përshëndetje staf drejtuesi Radio Zerit e Lirë. Drejtoreshe pronare Lule Shabani, kry administrator shlirimtar Rahim Fegashi, mbrëmjet e bukur bashkë me dëgjuesit besnik. Zoti ju bekofte, respekt pafund. Faleminderit shumë edhe një herë vendas, Zoti të rujtet e bekoft edhe ty familjarisht. Na përshëndet miku jon, dëgjuesi jon i her pas hershëm Ahmed Zeqiri. Përshëndetje Radio Zeri Lirë, edhe ju dëgjues ju uroj mbrëmje të bukur. Faleminderit mik i nderuar Ahmed Zeqiri, dhe ne të urojna mbrëmje të bukur. Arktim të mirë, Zoti të dha shëndet dhe gjithë të mirat për ju familjarisht. Faleminderit shumë. Na shkruan dëgjuesja jon
Meteo Katalina nga Shkodra Bukur, Radio Zëri Lirë, mirëmbrëma nga Shkodra me moderatoren yllën e moderimit, Lule Shabani, stafin dhe gjithë dëgjuesit respekt. Faleminderit e dashura Meteo Katalina, të përshëndes familjarisht, të falenderoj që gjatë tyre 2 viteve çdo natë sa herë kemi pas emisione ke qenë bashkë me ne. Zoti të rujtë të bekoft me familje. Respekt pa vonë. Linda Breti, mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit shumë Linda, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve, faleminderit shumë, respekt. Na shkruan Fidajete Hoti, mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit pa dallim, mirëmbrëma Lule, faleminderit e dashura Fidajete, mbrëmje të bukur edhe e të mirë edhe për ju dëgjim të këndshëm. Faleminderit shumë Fidajete që je dëgjuese ju në rregull, të respekt pa fond nga unë dhe familja ime, po ashtu edhe stafi i Radio Zëri të Lirë. E na shkruan vendasi jonë Cen Lausha nga Gjermania, ku para se të lexoj komentin e Cenit du ta falenderoj publikisht me 1000 herë. Cen Laushën nga Gjermania është dëgjuesi i vetëm që e ka bë edhe reklamen. Po edhe na ka ndihmu edhe në mënyrë financiarisht, ku e falenderojmë nga zemra, respekt Cen Lausha, Zoti të dhash bereqet, shnet dhe harmoni e dashurinë në familjen tuaj, respekt pa fund nga ana jonë. Përshëndetje, na shkruan Cen Lausha, mirëmbrëma dëgjues të shtëpisë së madhe të Radio Zëri të Lirë, me moderatore Lule Shabani si çdo herë, dëgjim të këndshëm me respekt. Faleminderit shumë vendas edhe një herë të falenderoj nga zemra, respekt për kontributin tuaj që jep çdo herë për Radio Zëri në Lirë, dëgjues tan dhe për nesër staf. Faleminderit shumë. Ku mundëm ta shikoj live në TV, na shkruan Struga Veleshta. Struga, nuk jemi duke shku live në TV, por jemi në Facebook, vetëm më shkruaj radiozërilir.com, edhe gjanë Facebook edhe shkuj në drejt për drejt, është edhe faqja jonë, po radio, si radio shkon edhe 24 ore, keni në shkaba, je keni në çdo program tek radio shqiptare, kështu që mund të na dëgjoni. Unë ju falenderoj të gjithëve, respekt për të gjithë, Zoti ju rujt. Kam shumë komente, po përpiqem të lexoj këto që na kanë shkruar. E përshëndesim edhe Nadjen, përshëndetje Lule Shabani, respekt zemër, faleminderit Nadja, gjithashtu zemër edhe për ju, një përshëndetje zemrore, faleminderit shumë, respekt pa fond për ju, si dëgjuese e rregullt e Radio Zëri të Lirë. Respekt edhe për ty Lule, na shkruan Linda, faleminderit shumë, Aurora po ashtu, respekt Lule, faleminderit shumë. E kemi edhe një koment nga dëgjuesi jonë ma aktiv, si në shpërndarje, si në komente, si duke ju bë thirrje çdo herë dëgjuesve që të paktën të bojnë nga një shpërndarje, po ashtu her pas here edhe në telefonat, po dëgjuesi rregull nga Kosova Lindore apo nga Presheva, ju në dashur Fehmia Hiu. Mirëmbrëma drejtoresh Lule Shabani, ju përshëndes juve, audiencën dhe gjithë ju që unë po e baj shprendardhën dhe juroj 2 vjetorin e fillimit të kësaj radje. Sikur sot më kujtohet kur fillova unë i pari në programin tuaj, e më kujtohet kur pjesërisht një këngë për juve në Preshev urime. Faleminderit shumë i nderuar e Fehmia Hiu, respekt pa fond edhe nga ana jonë, e di, respekt çdo herë, unë edhe thash, para se të lexoj komentin, të falenderova publikisht, je dëgjues aktiv, je dëgjues i pandarshëm prej ditëve të para. Faleminderit shumë, respekt nga ana jonë. Hajril Pelivani, përshëndetje edhe për ju nderuar, faleminderit shumë, respekt pa fund. Na shkruan Gazmend Bajrami. Përshëndetje Lule Shabani, urime për vjetorin e 2 të radios suaj, suksese në të ardhmen. Ju si dhe Radio Zëri, e njëherit edhe shoku ton Wilson Prejna i uroj Krishtlindjellat. Shëndet dhe lumturinë e familjen e shokut ton Wilson Prejna, një mbrëmje të mirë për të gjithë. Faleminderit shumë Gazmend
Bajrami edhe ne të përshëndesëm, të falenderojna respekt pa fond, falenderit shumë edhe për urimin. Kështu që unë do t'i marrë se me të vërtet na kanë telefonu disa dëgjues, por për shkak se s'dashta t'i ndërprej komentet, po do vazhdoj nëse mundem ato ku mbeta, kështu që edhe njëherë ju falenderoj, ju përshëndes dhe të presëm edhe telefonatat. Të shaj kam dëgjuesit, unë ju kërkoj falje se nuk ka qenë numri i hapur, tash është numri i hapur dhe mund të telefononi në +383 48 15 0970. Të shufum, a i kimi dëgjuesit apo ju. Kështu që për lexoj edhe komentin e Enver Ademit, respekt Lule, për emisionin që udhëheq